shkollore. Se dhe anë nga fillon shkolla. Nalu! Sot ka qenë një të merë i vërtet për gjetur materiale shkollore. Ndoshta se dhe ne u kujtuam vonë për shkak se sa erdhëm nga Shqipëria ishim direkt në punë dhe s'kemi pas kohë që të zgjedhim fëmijëve materiale shkollore, por që nga pothuajse bosh të gjitha. Marketet që kemi kontrolluar, kemi gjetur shumë pak. Shumë pak. Jemi duke kontrolluar gjithandej për fyler, që i thonë këta ose stilograf, që neve kemi shkruar që në kohën e Enverit me ato, pastaj hoqën janë vendosur stilolapsa, këta akoma vazhdojnë shkruajnë me stilograf, e kanë të detyrueshme. Kështu që nuk ka. Gjeta? Okej, mirë. E gjetëm në fund. Nuk gjetëm pothuajse 50% të gjërave shkollore që na duheshin nuk i gjetëm. Edhe stilografin që menduam se pam, ishte stilolapsi thjesht, nuk ishte stilograf që këta e duan në shkollë. Kështu që do fillojmë shkollën me ato gjëra që kemi. Javës tjetër, pastaj kur ta kemi pushim, do dalim përsëri inshallah për gjejmë pjesën tjetër që na kërkon. Ciao. Gjërat që mora do a tregoj në Or. Ja. Do të shteli larg. Bench. Warum hast du Angst, Mensch? Komm! Dhe që po e thoja, gjëra që kemi marrë në shkollë, do t'u tregoj sa po të vemi në shtëpi. Këtu jam te Edeka, në fakt të videon e kam filmuar pa dashur, pa audio, pa zë. Në fakt te Edeka u ktheva më shumë për kafen, se siç ju thash edhe te videoja që nxora në Instagram, kafen time që e përdorim gjithmonë, e marr gjithmonë te Edeka. Ose në kafe që kemi blerë, që mund të gjenim sot, për fillimin e vitit shkollor për vajzat. Nuk janë as 50% të gjërave, po supermarketet e këto gjetëm. Te disa marketet që ishim. Janë, ka tregoj, pisoret, një fletore që është me javë për të mbajtur ato oraret Hausaufgabe heft që i thonë, fletoria detyrave. Ngjyrat që këto nuk u durua po i hapën, edhe do t'i rregullojnë. Sfungjer të vegjël, që i përdorin për kunst, vizatimi, thoshim ne në kohën tonë. Stilolapsa, lapës prefse gomë për tjetrën. Këto janë, ku di unë, stilolapsa që fshihen, nuk e di se si quhen, nuk e di. Ngjyra, bund shtift, pra, këto janë për të ngjyrosur,
Gjitsa. Prap furça për të ngjyrosur, ndërsa këto janë më duke se flet pundore që i thoshim neve në kohën tonë, ose diçka për të futur ato qeset që fusin brenda fletit që vizatojnë, nuk ti si ti them se kam idenë se si quhen. Schnellhefter. Shqip. Edhe këtë çantën, kjo çanta ishte për 6 mujorin e parë, nuk ishte keq. Kështu e pëlqente në ngjyrë të zezë, këtë i morëm. Markerat që i donte patjetër njëra nga ato. Edhe këtë A4 pa vija fare. 3 blok. Janë të tre njësoj fletore matematike. Këtu në Gjermani përdorin shumë këto bloqet e mëdhenj, nuk i përdorin fletore siç i përdorim neve në Shqipëri. Edhe blok tjetër por është për gjuhë shqipe. Edhe ky po ashtu. Edhe ky po ashtu. Gjëja që nuk gjetëm pastaj ishte fylëri. Ky është kompas, përdoret për në matematikë. Edhe këtë trekëndshën vizores. Edhe këto stilolapsat me ngjyrë të kuqe, blu dhe zezë. Këto blem vetëm për materiale shkollore tek Tedi, edhe tek edhe kjo është fatura e këtyre gjërave që tregova. Kam 100 euro dhe nuk u plotësua. Po. Çfarë do? Çfarë ato? Çfarë more? Pistolet kam, ajo e pistolet. Kush i humbi ajo? Ky bleu një pistolet dhe i ka humbur ajo që ngjit. Kush ajo? Ajo që sa të në bat piu. Ajo që bën piu. No. Isha ti larg? I ka humbur, i ka shkuar aty larg, ndoshta. Edhe pastaj nga atje shkuam në Lidl. Edhe në Edeka blem ca gjëra së bëm furnizimin që nuk e kishim bërë sepse kishim qenë në punë, vetëm që blinim kështu dita ditës kur ktheheshim nga puna. Dhe po ua tregoj. Këto janë gjërat që blem sot tani në Lidl. Kafe që unë pëlqej, zakonisht e gjej në Edeka ose në Kaufland. Kauflandin këtu nga shtëpia që kam tani e kam pak larg, shumë larg, nuk i kam 5 minuta, 6 minuta me makinë, po dhe të tjerat i kam këtu se më duhet makina edhe prandaj e marrë te Edeka. Na falni për flokët se i kam kapur pak si pa lidhje për mirë janë. Po gjëja që dosha të tregoja se çfarë gjeta sot te Edeka, edhe që shkoni dhe ju në se keni. Shifeni. Sardele 4,49 €. Është 1 kile pothuajse dhe duken që janë shumë të mira dhe goxha të ndaja. Edhe mezi po pres që t'i hap, t'i shkri, t'i gatuaj se të bëjmë sardele për darik. Kjo ishte dita e blerjeve për ditës tonë. Nesër kemi festën e balonave këtu në Kemnic. Në fakt ka filluar që pardje, ne kemi qenë në punë sot, nuk mundëm që të vinim, sepse nuk është se ishte në një koncert, kush e di. Nesër do bëhet dhe koncert dhe fillon orë 11 do marrim fëmijët dhe do shkojmë te festivali balonave. Kështu që deri nesër ju përshëndes.